Nëse flasim për kohën tash, mendoj se i kanë shumë më të përshtatshme nga ajo kur unë si grua dhe si vajzë kam startuar. Mendoj se ka kushte mjaftueshëm të mira, ka subvencione të ndryshme që ose njëri, ose njëre, ose një startup mund të fillojë biznesin. Do të thënë, është lehtësim për një startup kur ka mundësi të shfrytëzoj subvencione të ndryshme nga institucionet që jep shteti jo. Mendoj që numri është i vogël nga ajo që neve do duhet, sepse nuk na mungon asnjë gjë, do të thënë ka kapacitete dhe po te guximi ndoshta është ai pjesa që pjesa e familjare ose pjesa e guximit, sepse te gratë ndryshon nga ajo pjesa e udhëheqjes që është një biznes i burrave, mban përgjegjësinë edhe për fëmijën, edhe për familjen, edhe është më e vështirë dhe mendoj se kjo është ajo pengesa dhe ngërçi që neve kemi në Maqedoni. Në shumicën e rasteve ngurrojnë, domethënë jo në numër që duhet dhe që ka mundësi, po që me lobin dhe mendoj që do duhet të përmirësohet kjo gjendje. Sepse neve shohim në odën ekonomike si pjesë të biznesit, numri më i madh i udhëheqësve në Maqedoninë e Veriut është numër i burrave. Mungon dhe numri është shumë i vogël nga ajo pjesa që ka mundësi dhe të shfrytëzohet faktikisht. Po besoj që këtu guximi është ajo që duhet merret edhe bëhet. Ai numër i vogël që është i vogël, po mjaftueshëm për të dukë dhe për të ngritë zënin edhe për të treguar se pavarësisht gjithçkaje, sfidave dhe sprovave, gratë janë ato që janë menaxhere, kanë treguar sukses, që janë menaxhere më të suksesshme se sa pjesa pala tjetër. Kështu që unë mendoj që gjithmonë nisem nga vetja ime. Kur kam nisë, domethënë qëllimi ka qenë që nëse starton diçka, ne kemi mundësinë edhe atë pjesën të shfrytëzojmë sepse dim të menaxhojmë më mirë dhe kjo e bën që në një biznes kur një grua din të menaxhojë familjen, shtëpinë, miqësinë, edhe biznesin, unë e di dhe nga përvoja ime tregoj që suksesi është më i madh në një biznes kur udhëhiqet nga një grua.